Departamenti Amerikan i Shtetit po përgatitet të mbyll një numër konsullatash që janë kryesisht në Europën Perëndimore në muajt e ardhshëm dhe kërkon të zvogëlojë fuqinë e tij punëtore globalisht. Ky ishte një raportim i shumë zyrtarëve amerikanë, të cilët shtuan se Departamenti i Shtetit po shqyrton gjithashtu bashkimin e mundshëm të një numri të byrove të tij të ekspertëve në Selin, Washington, që po punojnë në fusha të tilla si të drejtat e njerëzit, refugjatët, drejtësia penale globale, çështjet e grave dhe përpjekjet për të luftuar trafikimin e qenieve njerëzore, thanë zyrtarët. Presidenti republikan dëshiron të sigurojë që burokracia e tij të jetë plotësisht në përputhje me agjendën Amerika së pari. Muajin e kaluar ai lëshoi një urdhër ekzekutiv për të rinovuar shërbimin e jashtëm amerikan për të siguruar zbatimin besnik dhe efektiv të agjendës së tij të politikës së jashtme. Kritikët thonë se shkurtimet e mundshme në gjurmën diplomatike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës së bashku me çmontimin e Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar USAID, që ofrojnë ndihma me vlerë miliarda dollarë globalisht, rrezikojnë të minojnë leadershipin amerikan dhe të lënë një vakum të rrezikshëm për kundërshtarët si Kina dhe Rusia për të mbushur. Departamenti operon në më shumë se 270 misione diplomatike në mbar botën me një fuqi punëtore totale prej afro 70.000 personash.